Në prill të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë mori vendim për pezullimin e licencave të 28 operatorëve ekonomik që importojnë kafshë të gjalla. Në mesin e tyre ishte edhe NTP Nushi në pronësi të Mirset Ajetit. Gjatë periudhës tetor-dhjetor 2024 dhe janar-mars 2025, NTP Nushi kishte importuar rreth 700 kafshë të gjalla, por në sistemin shtetëror të monitorimit kishte raportuar për therrje vetëm 8 prej tyre. Sipas ligjit, kafshët duhet të therren brenda 72 orëve pas importit. Në një kontratë mes NTP Nushi dhe një thertorie të licencuar nuk figuron asnjë kafshë e therrur. Në stallën e pronarit janë gjetur vetëm 5 kresh kafshë të gjalla. Në periudhën tetor-dhjetor 2024 janë importuar 537 gjedhe, prej të cilave 534 nuk janë raportuar dhe me 23 janar 2025 është iniciuar procedura për kundërvajtje. Pavarësisht shkeljeve, NTP Nushi dorëzoi një deklaratë në nënbetim dhe një ankesë ndaj vendimit të AUV-it. Në ankesë pretendohej për shkelje të procedurës dhe vërtetim jo të plot të gjendjes faktike. Një komision i veçantë i AUV-it shqyrtoi ankesat dhe ja riktheu licencën NTP Nushit duke lejuar përsëri importin. AUV deklaroi se operatorët dhanë deklarata në nënbetim për përmbushje të kushteve dhe se në rast të shkeljeve të reja do të ketë revokim përfundimtar dhe kallëzim penal. AUV theksoi se kontrolli i importit dhe therrjeve të kafshëve është kritik për parandalimin e sëmundjeve infektive dhe sigurinë ushqimore. Ndërkohë, Ministri i Bujqësisë Faton Peci ishte lavdëruar për pezullimin e licencave, duke deklaruar se janë parandaluar dëme prej qindra miliona eurosh. Pavarësisht këtyre zhvillimeve serioze, licencat janë rikthyer me vetëm një deklaratë në nënbetim. Ministri Peci dhe kryeshefi ekzekutiv i AUV-it Bekim Hoxha janë intervistuar dje për një kontratë për mbetje shtazore nga hetuesia e posaçme e Policisë së Kosovës me autorizim të Prokurorisë Speciale.